Zotri Zeka, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne, edhe që këtë mesditë po e ndani me ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Mendojsha me të pyeta, ke bo pushime dhe aje i relaksum për një bisedë në cilin kemi me folë për gjana jo fort mira, po s'po muj me të bo këtë pyetje, sepse e patëm këtë lidhje nga buqit, nga dëmet që kam mësu edhe më tha, për krejt të ari, ko marrë veç 1.800 euro, mos gabofsha kështu e dëgjova. Qka do me thonë krejt ky realitet në cilin njerëz munohen me jetu e me vepru në Kosovën të ndashun, e që mandej një shit, jesht ta që ndohem krejt mundin edhe del një minister që t'jep një 1.800 euro, një ministri për një shumë më të madhe të tollave që ke investu. Po tash në qovë se ti jeton me një shtet ku s'ka sigurime shëndetësore, ku jetën tonë nuk e ketë sigurume, imagjinoj jetën e Shalqinit ose të Bostanit, të Arës, jemi shoqni që qeverit shpenzojnë miliona e miliarda euro këtë skote, isha deri në Korç edhe posh për shembull çfarë terrori fizik e psikologjik përjetuam në përfundimin e autostradës Tiranë-Elbasan, e Derama dhe qeveria ati vend që me bo bypassin me zbraz Elbasanin, ne bom 2 orë deri kalum Elbasanin, çfarë poshtërsie, çfarë arbëri do thoshte çfarë anomalie. Unë po thamë çfarë poshtërsie, që tash Kamermoni për shembull edhe ky është zhegit apo kupton, e ka rrugë vapa 42 gradë. E kemi Arianin që po provon të rregulloj kuadrën. Ariani, hiç mos tani, mos provo fytyrën time me mandrejt se s'kam fytyrë dhe s'mund me rregullu veç e donë nxjerrë kështu adin. Jo, po kur flas unë nxjerrë këto në ekran, s'ki nevojë mu me nxjerr. Qëre, dy drenicak, ka që shkojnë reflekton njajt. Jo, veç është një gatuni prej ma të mirë i drenica. Do thot qështu, andej lug, knej Albin Kurti, ka shpenzu 100 milion euro, 2-3 net para zgjedhjen për me ble vota, ato e në kopare me ble vota, edhe ky popull, do më thonë, qka nuk doron, a mas shumë ti e pësojnë këtë shoqëni fëmit, femrat, pleqët dhe bujqit. Kosova nuk prodhon iPhone, as Volvo, as Mercedes, prodhon qështu Bostan, Rosh, edhe këto të shkretit ju kalbet, problemet me qumsht, imagjino, do thot fshatari shkret, edhe pse dikur Kosova e ka furnizu gjithë ish Jugoslavin me produkte, me bylmet, me mish besa, Vojvodina me dreth, me grun, na kemi kënë të partë në ish Jugoslavi me produktet bujqësore, sot jemi më zëma keq. Dhe në këtë më zëma keq që po e thu, Zotri Zeka, ajo që ka vëmendjen më të madhe është çka po ndodh në politikë. Jemi në pritje të një date ku kemi me pas seancën konstituive. Ushtruesja e detyrës së presidentës thotë që po ju jep hapësirë partive politike që të bëjnë marrëveshje, partitë politike i kanë telashet e veta dhe duke që kanë fort pak kohë për me u marrë me këtë punë. Si e shihni krejt këtë çfarë po ndodh? Unë i kam cilësuar si një lloj lëmshi që është pothuajse e pamundur me i gjetë këtë fijen, këtë vegzën për me kuptu çka po ndodh. Apo është shumë e qartë? Shikoj, para vetë krerët politik dëbetohem një që vetë nuk e din çka në ty ba. Me preshtim të Albin Kurtit, që pastaj ju ep instruksione Albulina Gjivt edhe ja 2-3 vetëve rreth vetës, ju thot që mundësisht me i ra data e zgjedhjeve dhjetore. Do thot, krejt shtymja e mos thirrjes të seancës, edhe shtyre tjera që kanë me ndodh, deri me 5 tetor ka mandatin Albulina Gjiu, atje dikun me 5 tetor fillon gara për caktimin e datës të zgjedhjeve të reja që do të shkojmë dikun në dhjetor, e këta tash po thirrën te Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po flas për Lidhje Demokratike, se s'ka Lidhje Demokratike, po flas për Lumir Abdigjitin. Në fakt do të flasim edhe për këtë pjesë. Po edhe Vjosa Osmanin, në vend që më ul me opozitën, me marrë vesh me Bedri Hamzën, me Akën, me këta, për me bot tentativ që të krijojnë institucionet, nëse dështon Albin Kurti,
këta po merren, do thot, me gjona kote edhe Në strategjia. fakt ka qenë vetëm parti cila ka qenë e hapur për bisedime të mëtejme në mundësinë e një krimi të një marrëveshje Partia koalicioni. jo, Lumiri po. Thoni që Lumiri dhe Vjosa në këtë rast si Po, bie. absolut, absolut. Vjosa skalon, gjon mike tokë, dzez, pa fol, deri për tradhti kombëtare e ka akuzu Albin Kurtin, tash trak prap ëndra e saj më bodhe një mandat presidente, apo e kupton ti? Thoni që kjo shkon për te interesit të qytetarëve, për te këtij fakti që, do me thënë, qëllimi është me kalu këtë ngërçin politike dhe me i pas institucionet. Nuk ka të bëj me këtë? O dëgjo, me kanë një njeri normal në qëtë botë, në qëtë vend, qëtë tokë, kur na po jetojmë, dy sene ishdosht njeri me pos parasysh. E para ishdosht fort me të ardhë marrëm, bon presidente, me konë normal, ose president i Stiveni, ose kryministër. Po në rast se këshe pranu, edhe këshe vra marrën, ishdosht me u dridh, me u frigu, me marrë me udhëheq një vend ku është katandis që 6 vite në varfëri totale. E që thoni të vazhdojmë njëjtë? Jo, mësë me vazhdu vetë si gara e këtyre të vjetrev, për më bon prap presidente, e ku të 5 vite ke qenë presidente, e i ke bon veç dzeza këti vendi. Kur ti a ke mojt zhagun për 5 vite Albin Kurtit, e që Albin Kurti për 150 vjetë nuk ka lider politik shqiptar që i ka bo kombit vetë, dzeza më të mëdhaja, të këqia më të mëdhaja, se sa Albin Kurti, keq në Kosovë, i ka bon të këqia në Shqipëri, vetëm Edi Rama ja ka thy Toret, s'ka mujt atje me u fut bash deri në këto protestat e fundit që tentoj, e ka bon Lesh Arapi, e ka bon elementin shqiptar në Macedoni, i ka përqa deri në Skajt, i ka përqa shqiptarët në luginën e Preshevës, edhe tash jemi në një situatë kaotike. Pse duhet t'i shkoj për shtati një politike ti, zotri Zeka, përqarja shqiptare? Pse duhet ndodhë? Albinit, po, kam thonë gjithmonë edhe prapë e them, kjo ka mision këte. E ka mision që i ka hipnotizu njerëz, e ka hipnotizu edhe një pjesë të madhe deputetëve, për shembull, e ka hipnotizu Glaukon Njufcen, Gani Krasniqin, Shqipe Selimin, Grun e Recep Selimet. Nuk ka logjik mu qu këta 3 deputet që i përmenda, edhe një 7-8 që janë sikur këta që i kanë taku krahut nacionalist shqiptar, krahut që ka kontribu për këtë vend, me u qu dikush tjetër me i shoh vlerat e luftës në kuvend, e ti me nej para këtyre njerëzve si kur dodë. Me ta shohu që kënë, për shembull, gjithmonë kam mendu qysh mundet me undi Glaukon Njufca, Shqipe Selimi, Gani Krasniqi, Hydajet Hyseni e plot tjerë përballë Donika Gërvallës. Për shembull, një femër e cila ka urrëtie patologjike ndaj krahut luftës, ndaj njerëzve që kanë kontribu. Dhe thua me një qasje të tillë, me një background të tillë të deklaratave dhe gjithçka tjetër, kjo duhet të jetë, ose këto janë disa prej arsyeve pse PDK-ja nuk e mori rrugën fare që të mendoj të ketë një bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje, apo shkon edhe për te kësaj. Ne jemi dëshmitar të faktit që AK-ja ofron 6 kushte dhe thot i plotso këto kushte do t'i kesh votat e mia, dhe PDK-n që do të po du me ndajt në opozit. PDK-ja është kështu një shprehje popullore, thojnë sikur qurat në mjegull. PDK-ja s'ka kur farë navigacion, ju ka prish GPS-i. Nuk mund është ti me udhëheq partin demokratike 24 orë të folë për lider tonë që janë Hag, lider tonë janë Hag. I ka vdek nona kësoj pune, sikur se i ka vdek nona retorikës të Vjosa Osmanit, e cila është thirrë në Ibrahim Rrugovën. Rrugova është vlerë kombëtare, vlerë shtetnore, e gjitha partive politike, e gjithë shqiptarve. Në hiset Ibrahim Rrugovës s'ka të drejtë më thirras uk Rrugova.
djali i Bremërgu, sikur se Adem Jashori që është vlerë universale, edhe shqiptarëve edhe e botës. Prandaj, Partia Demokratike është në qërë sokak. Partia Demokratike është në mes të dy fraksioneve. Pse ka arë në këtë qendër? Stand-by. Pse? Sepse, thash, nuk kanë vizion, nuk kanë kauzë, nuk kanë guxim me thonë të vërtetën, dhe mbi gjitha nuk kanë guxim me u morë mes pastrimin e brendshëm të Partisë Demokratike. Në qoftë se Ramush Haradinaj e poti guximin politike, qytetar, me thonë, balë bremoa dhe balë se u bona bajat në okë, gjithë e kena ditë që okë ja u konë parti familjare. Ramushi, Dauti, që ato, abupton 3-4 vetë, 7 vetë shuk, anina kënina, e lëshoj rrugën në Ramushi në një moment shumë të dur historik. Thua që në krejt këtë lëmsh politika, a këja po qëndronë më mirë krahas partive të tjera? Ma mire, ma keq ka ndodhë një reformë. Në Partinë Demokratike nuk e reformat, njëjtë deputet, njëjtë lidere, njëjtë akrysit, njëjtë hajdutat, njëjtë zhvatsat, njëjtë personat të cilët e kanë përdorë Partinë Demokratike vetëm si busull për t'i orientu drejt bizneseve tyne, drejt keq përdorimeve. Lidert, ose me thonë kryesia Partisë Demokratike të Kosovës, janë të gjithë njerëz pa probleme. Bili, këta janë të gjithë njerëz që i kanë shkaktu probleme elektoratit, e elektoratit nuk ja kanë zgjidhur asnjë problem. Pra po thu që me Partinë Demokratike, me këto probleme të mbrëmshme që i përmendet, me LDK-n dhe Lumir Avdigjikun dhe Vjosa Osmanin, dhe me AK-n që i ofron 6 kushte të cilat duhet i respektojë lëvizja vetëvendosje pa qenë obliguar që t'i përfshinë në bashkëqeverisje, mundësi që ne të kemi kuvendin, qeverinë dhe presidentin në këtë pikë janë pothuajse të pamundura? Unë ashtu e shoh, unë thash që në fillim se besoj fuqishëm që Albin Kurti do ta dërgoj vendin prapë. Pra thua që edhe fakti që ushtruesja e detyrës së presidentit nuk vazhdon, edhe në ditën e sotme të ketë një datë caktuar për seancën konstituive, ndërlidhet pikërisht me këtë? Jo bre, Albulena për shembull ka arrit me organizu atje një spektakël me thirr njerëzit me po futbollin natën e finales. Po, kam dëgjuar. Po, në vend që me thirr partitë politike, me thirr kuvendin, konstituimin e kuvendit, edhe me u fut në procesin e formimit të institucioneve të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje, beso, e tham me shumë keqardhje, beso që 6 vite e kanë dëshmu që këta njerëz janë njerëz të rrugëve që din vetëm me gjuhë me gurë. Nuk din bre me bo institucione, që 6 vite kur gjëmbre s'kanë bo, o cilin lider politik thërre që i takon vetëvendosjes. Vetëm ban janë një pytje, ajtë më thuj në studio televizive, cilat janë 3 projekte, cilat ju i keni përfundu, se din me tregu për 3 projekte që i kanë përfundu, unë e publikisht s'dalë më në televizion. Ja, për i kupton, që dhe me thonë 6 vjetë, mos me të thonë ty me emër e mbi emër e kena ndërtu filan shkollën, e kena ndërtu filan autostradën, e kena bon një projekt madhore. Këta njerëz veç kanë dole, kanë rajt edhe për këtë projektin energjisë solare që kanë folë për Rahovec, e që realisht është projekt i një firme private, Arlati kompani në Zvicër, nuk është fare projekti qeverisë. Edhe për ato bre kanë rajt, as nuk e kanë ditë që s'ka fillu. Për stadion Gjilonit, more kanë rajt. Pra thoni që nuk ka diçka konkrete dhe këto takime të cilat po mbajtën e mbetën me u vazhdu nëse LDK-ja arrin me zgjedhë çështjet e saj të mbrëmshme, nuk është që do t'japi një rezultat përfundimtar. LDK-ja i zgjidh çështjet e veta të brendshme vetëm në rast se arrin përfundimisht me e largu kancerin e kësoj partije. Kanceri i kësoj partije është Vjosa Osmani dhe Lumir Avdigjiku. Kaq të dëmshëm janë për LDK-n?
janë sidbre, sida e lidhjes demokratike të Kosovës janë ta dy. Ju ka hi mrena, është madje proces shumë i rënd me dal prej kësoj smundje shkatruse, kaq të rënd që ka sjell Lumiri në bashkëpunim të msheft, her nër tavulin, her mbi tavulin me Vjosa Osmanin. Kanë pos mision. Amo kurgja, bashk kurgja, hiq, as një fije flokut. Lumer Abdi Gjiku nuk e lidh me lidhjen demokratike të Kosovës. Po flasë analizë se Kumanin mua shkatërrohet LDK-ja, a nuk shkatërrohet. Fare nuk kam interes, njërë absolute, kam interes me u forcu lidhja demokratike e Kosovës, edhe Partia Demokratike, edhe AK-ja, që mi dol për ball një side, një kolere të frikshme që kanë shkaktu në raport me Kosovën lëvizjave të vendosje. Këto domet janë partisë që i ban Lumiri, ndërsa Albini është kolerë brasht, është koronavirusi i Kosovës. Në 6 vitet e fundit, prej bisedave dhe analizave të fundit që kemi bërë këtu në takimin tonë të mesditës, flitet për nivelin më të ulët të raporteve që ka Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për një nivel as pak të kënaqshëm të Kosovës në raport me vendet evropiane dhe për faktin që ne kemi një fillim të dialogut strategjik mes Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një pezullim të këtij dialogu për Kosovën. Çush është krejt këtë që po ndodh me situatën e tanishme në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Evropën, e patëm edhe këtë çështje ne që vazhdon me qenë shumë aktuale të gazit amerikan, pra po flasim për politikën e jashtme. Në krejt këtë mungesë të institucioneve, në krejt këtë mungesë të një vëmendje, nëse mund me thënë kështu të plotë edhe të partive opozitare për me rolin e tyre që e kanë. Shiko, une e imagjinoj duke bon të pyetjen në sekonda më doli fotografia e Kosovës sikur në Abrinj, kur ti e merr Kosovën Perëndime dhe Amerika, e kalon sikur një qen të lodhur në zinxhir, që t'jen qosht të borret, qen i cili le gau, lejet e ti s'kan kur farë do me thonje, edhe Kosova mo është jashtë çdo procesi evropian dhe amerikan. Domethënë, Kosova është përjashtu edhe jashtë gjitha proceseve ballkanike. A jemi vetë përjashtu? Vetë përjashtu, krejt me fojnë e kësaj qeverie, krejt me fojnë e Albinit, krejt me fojnë e narracionit të Donika Gërvallës si ministre punëve të jashtme, të Albin Kurtit, edhe 90% Vjosa Osmanit, e cila tek në mujtë e fundit e kuptoj se në çfarë humnere tron ka ro Kosova për ball faktorit perëndimor ndërkombëtar. Dhe u mundu kjo me bot disa hipoteza të cilët realisht reagimet e saj ishin për para përgatitjen e autostradës saj politike, që kur të largona në pej vetëvendosjes me pos një fara arsyetimi pse unë po kthejmë lidhje demokratike të Kosovës. Po kështu që Kosova, mësa ai bujku që doli atje i shkreti, a paraqet ai, është ai ndonjë faktor për Albin Kurtin, për qeverinë ose për ministrin e bujqësisë? Zero faktor. Njëjtë jemi ne në raport me Perëndimin edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në krejt këtë situatë e pësan qytetari. Jeta jashtëzakonisht e vështirë. Unë po nisem nga biseda që po bëj me familjar nga diaspora. Dhe njëra prej pyetjeve para që të bëhet është çush po mundi me jetu këtë vend. Ekonomi, kjo që e kemi, çmime ndër më të larta të mundshme, janë produktet më bazike të cilat kanë mësu ngritjet më të mëdha të çmimeve, nëse flasim për këtë periudhë të fundit. Unë po thamë kam përmend dikuj duket adin e pa imagjinueshëm që me pagutin një supë të sushit. E sushi nuk ka luks në Evropë, sushi është ndër ushqimet më të lira, dhe tash fëmijët na thojnë ndonjëherë, babi, mami apo na prosit në sushi, kur më ka ardhur para 2 jave,
faktura 9 euro një supë e sushit. Vetëm supa 9 euro, unë jom qmend. Këtu janë çmimet më të larta se në Evropë, standardi më i lartë, rryma paguhet më shtrejt, çdo gjë më shtrejt, nuk e di më të vërtet që shpja dalim. Dhe po e përfundoj se rezultati krejt kësaj është shtu dhuna të mërsisht shumë, janë shtu vetvrasjet, dhuna në trafik, aksidentet, dhuna në familje, çdo ditë, po lexojmë fëmija për rej nanën e babën, base a ke po adoleshenti, thot ndoshta babës shkret më jep 10 euro, ndoshta baba i shkret si ka 2 euro në xhep, po përdorin besa dhe droga, është bon fenomen shqetësues, adin e krejt këto janë si rezultat dorën zemër i varfërisë të madhe në këtë vend. Amo me fol me vëvën, thonë më zbambra i gore, kryeministri unë i ka vetë 16 euro. Tash një popull që ta voton ty një kryeministër me 16 euro në konto, e që beson që vërtet kryeministri i Kosovës me krejt pagën e ti, si kryeministër e deputete, krejt privilegjet që i ka, që me 16 euro ka mujt me shku, me morë pjesë në Greqi, me një seminar atje që ketash, se në seminar ka qenë iftum privatisht, nuk ka qenë si kryeministër, e bilet autobusit 16 euro është dhe në Gjakov, ku për neve. Ka shumë për me fol, Zotri Zeka, e nuk di... Edhe për me knuat kongën në kuku që ka i bona vete, se shpesh kur po folim tani, po nalëm mas mbrëm. Me që e relativizu situatën, edhe një pyetje të fundit, se i kam premtuar që do ta bëj këtë pyetje. Hajde. Patëm rasti, ta ndrojmë komplet temën, se të kemi rallë në emision. E ndrojaj të Bostoni o na. Dëgjan, është kove të fundit një dëshirë e burrave me ikë prej grave, me umshef, bile një 3 orë, si ky rastin Shënxhen. Ose unë e lexova diku në Portugali një tjetër që kishte fsheh për 3 ditë, edhe kur e kanë gjetë si të zhdukur, ai në fakt kishin duke lujt muzikë me saksafon. Pse po ndodh kjo? A ka të bëjë edhe kjo me politikën? Jo, edhe me politikë, edhe me stres, edhe që po të kallëzoj, kem në me Eden në bujtin që tash atje në Korç, bili po të ftoj kështu a dhe mos i ki 3 djemë me burën garant të kitë ndershëm se... Ko gja burin ndershëm thot që është faktën kështu e mendoj. Vetë fakti që i ki 3 djemë, hiq burë ma të ndershëm, a dhe plus dhondër abrije me shku që atje. S'ka ku me shku. Kem të një farë bujtine atje, meri butik, bujtine është fenomenale. Edhe Eda dulin qytet, më shku me rregullu flakët, më tha, Mel, apo ma dërgon për lokacionin, se më do këtë që s'po di më këthi. E ja dërgove gabima? Jo, mre, ta zhulloj s'ta dërgoj, se kur më su këthe. Edhe kjo fort budal që u hup, veç ma budalic gruja që e ka lypa, den, kështu që une, thuj arbrit, e kam gru në qaq të mirë që me hup, tybe nuk më lyp. Nuk e kërkom farë. Vilajm Zeka, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne dhe shikuesit tanë. Shpresoj që në një takim tjetër do të flasim për një realitet më të mirë politik, sepse në vazhdim kam e folë për diçka shumë të këndshme që ndërlidhet me isopolifonin shqiptare, me një prezantim në një film Hollywoodi të njërit prej artistëve dhe regjisorëve më të mirë të vendit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.